Dibrën dhe për Dibrën u ecte shpresa për një ditë gjithnjë më të mirë, kurse Edi Rama u vrau shpresën shqiptarëve, solli në krye të vendit një grusht hajdutësh që kohrat nuk i ka njohur kur në histori. Miq, çdo vit dhe më shumë i zhyti shqiptarët në varfëri gjithnjë më të madhe. Pensionet e tyre u ngrin, rrogat e tyre u ngrin, çmimet u rriten me 200%. Sofrat u përgjysmur, të rit dhe kush mundi mori rrugë të dheut për të mbijetuar. Ëndrën dibrane, ëndrën shqiptare e morën me vete për ta ngritur në vende të tjera. Fermerët e Dibrës falimentoj njeri pas tjetri, sepse ju hoqi subvencionet, hapi doganat, prodhimet e subvencionuarat fermerëve të Ballkanit dhe veçanërisht të Serbisë vërshojnë sot dhe në tregjet e Dibrës dhe të Shqipërisë 80% e frutave, zarzavateve vijnë nga jashtë. Ndërkohë, tokat mbeten djerë ose prodhimet kalben në Shqipëri. Edi Rama ka 12 vite që mashtron dhe vetëm mashtron shqiptarët. U premtoj atyre shtetësinë falas. Sot, kombyn shqiptarët në Shqipëri paguajnë në një vit 820 milion euro për kujdes të tyre shtetësor nga xhepi. Sot, me qindra mijëra shqiptar vdesin se nuk marrin dot ilaçet që u duhen për sëmundjet e tyre. U premtoi shqiptarëve ujë 24 orë. Sot mungesa e ujit është më e madhe se kurrë në fshatrat dhe qytetet e vendit. U premtoi arsim modern. Sot shkollat janë të zbrasura dhe në rënim sa asnjëherë tjetër. U premtoj 300.000 vende pune. Për zuri, vetëm Bashkimin Evropian 1.099.000 shqiptar. Jo vetëm kaq.